U bë shpejt figurë e njohur për të gjithë ne, kjo sepse pati një ngritje enorme me pjesëmarrje në përputhjen e pastaj me historinë që pati me njërin nga vajzat aty. E kemi fjalën për Eduardin, I cili ishte i ftuar në emisionin Zom, ku sfidua me disa pyetje që këtë herë nuk pati ku me ikë. Si është përditshmëria e tij tash kur është personazh me më shumë vëmendje? Unë ato punë të mia që I kom pas çdo herë, unë ato punë I njeh halas, unë punë kursinale, e punë kur nuk nalën se çat moment kur nalën punë vëçdekat pret. Kështu që unë vazhdoj hala me punë që I kam, ka shkoj, ça bëj në hala që shloj njëtjen. Me Priardi është nga Juniku për që jeton mes Kosovës dhe Zvicrës. E duke ditur që Prishtina njihet si zemër e biznesit, a ka menduar ndonjëherë ai që karrierën ta kanalizojë në një tjetër pjesë e që është bërja e biznesit në kryeqytet? Po, normal që po. Unë I kam disa biznes, kena biznes familjar në ndërtimtari. Unë punoj shumë me babin. I kena disa banesa këtej. Edhe tash më ka qyre me qelë diçka për rini. Për kur të vinë rinia për me ditë ku ardhë. Tash veç pritet kur edhe ç'është përbot. Duke qenë pjesë në një program ku janë njohur personat e madje dikush ka krijuar lidhje, vëmendja këtij formati nëpër mediat sociale ishte e madhe. Ai e pati një histori të shkurtër me Adën, por për shkak të problemeve personale nuk ka arritur që të zgjas edhe aq. Edi tash është single, por a pati ndonjë flirt me dikë gjatë kësaj kohe? Qysh para Odës a mas Odës? Jo mas Odës, ja s'kom pasur kështu. Eduardi është një nga ata djem që pëlqen jetën e natës e nuk I bëhet vonë për mendimet e as për paragjykimet të tjerëve. Është vetja dhe mundohet ta shohë këtë gjë sepse ndihet krenar me këtë tipar. Ai shton se në të ardhmen femrën e ëndrave nuk e preferon ta ketë fytyrë publike. Aty në veç mirë kom bo, se unë aty më ardha kom nejt vetvetja, unë aty s'kom pas nevojë as mund ndryshuar as kur gjëç. Unë jam çaj që jam, unë tash mu bo mend e madh nuk jam. Tash do më thirin mend e madh se nuk I një. Unë njerëzit që I një që kom pas mohabet me tonë, jam shumë njeri thjesht. Duke na treguar disa shembuj të thjeshtë që I has në realitet, ai pohon që nuk bën pjesë në grupin e atyre që shpenzojnë shumë, e bile bën edhe jetë modeste. Unë më mirë e blej pijen që është 20 cent për shembull, 30 cent, se sa shkoj e kam qejf me thonë çaj valla për marr pijen 10 euro, 20 euro. Me qenë se përmendi biznesin, edhe muzika ditëve të sotme është konvertuar si e tillë, e që lirisht një I ri mund të jetoj me të dhe për të. A ka menduar Eduardi që t'i futet këtij tregu muzikor? Vesh kam për muzikë, edhe shije kam për muzikë, po unë jam kon një farë artisti përpara 1-4 vite, po ajo kom pak si e gore. Po ndoshta nuk e di. Shyrit është, s'po di. Ç'është më vjen puna mirë. Tash mundësi di kam. Edi e din që profesioni muzikës nuk është as pak I lehtë. Ka kunja, disa, por edhe konflikte më të rënda. Si do reagoje ti, po të bëhesh pjesë e këtyre meseleve? Tash unë nuk e di a kanë pas probleme mu, po unë tash zakonisht kur hesha live në Instagram, më heshin do. Ne me dikujna, ne me një farë reperi, heshin e më shoshin e fëqin sana, që ka s'duhet. E atër jo këthej shalone. Shumë fëmijat që je. Shumë ekstrem fëmijat që je. E për që ta po të thëmë, moje muzike, mëse qëtë ti vetën poshtë I ka qëtë ku gjush akuza për t'i kënë. E lemu për mu, për neve. Mos bëk si tripa, se nuk t'ka hije, vazhdo me muzikë, vazhdo me karrierën tonë që e ki, edhe mos I thuj vetit burë ku shikra ka hiq. Ja, qëra, unë me sande këcio në kur jetëme që marrë as cigane, as alkoholin, as mo këto sande tjera, unë kur as s'ko marrë, as s'kom pi, kur jetëme. Kështu që edhe loja kazino për shembull, qëto sande që janë me faqe për thu, edhe atu kur nuk kom përvu, se vetë puna edhe që është gjena, puna fejes, kur nuk kom bu, po me kryptovaluta merrem se krejt bota u ka merret me të, kështu që pse ne jo.
Prej kur u bë imazh publik, numri i ndjekësve sa vjen shtohet, duke renditur kushtojsh konkurentin në një nga personazhet më të klikuara. Por a është ai shfrytëzues i rrjetit social, meqense Instagram është edhe burimi i mirë të ardhurave. Me dasht, me anisun e tash me jetu, po ne vesh me Instagram. Po, unë nuk Instagrami nuk ma të qet atë, s'po di që më thonë, atë thelbin që kam unë e qef me punu, nuk është Instagrami ja që kam qef unë. Qështë thash, janë dosane tjera që punoj. Instagramin okej, nëse më vjen puna, nëse jam zërë, normal, atëherë shkoj e njek edhe pulin, shkoj e njek edhe e më, se ha. Edi fryet me lekët e babit, e the me ironi këtë për veten tënde. Edhe është ashtu, jam i drejt. Unë gjitha gjëra që i kam puna babit. Normal që punë edhe unë, se këtë më thashë një ka prysh me sandet babit. Është e vërtet, pryna me sandet e tina, se kom bab. Pa djallë, o princi babit. Ai me nostalgje kujton të kaluarën dhe ja di jetës, sepse është sfiduar në disa momente, e që për këto detaje i flet për herë të parë në emisionin Zoom. Unë nashta e kallëzoj, unë e thëmë të në herët, Instagrami është public, po jetën e kom privat. Kështu që, si cili njeri ka qef me e kallëzu të vetën, si cili ka qef me kallëzu të mirën në veti. Kështu dikush e kallëzën që ka nejshane, unë e kom qef me kallëzu kera, se i du kerët, për shemë, dhe du jetën luks, po unë e kom pas edhe jetën që s'kom pas kërgjeq. E kom pas një kotë jetës se s'kom pas kërgjeq. Kështu që unë i di dy ondë që shënë, që shë luks, që është vrafni, unë e dyja dhe di. Kështu që unë nuk i koptoj atër njerës që hindi konë dhe thoi njerës bon me pa, jas, për mua është kotë.